Pas Malisheves janë shtuar rastet e pickimit nga rriqrat edhe në komunën e Klinës. Fshati Jashanice Epërm është një ndër me të prekurit në këtë komunë. Unë se kum hetu heq. Si që kum hetu, kum ka kafshove që një di që e kum pas një farë likështimi shumë i madhë, edhe kësha lutë institucione që më dërmorin diçka, se edhe vetim kum ka shkoj për i kësaj farë infekcioni. Simptomat e sëmundjeve fillojnë të shfaqen rreth 2 javë apo më shumë pas pickimit. Sipas zyrtarëve shëndetësor në këtë komunë, vetëm si vjet janë regjistruar mbi 400 raste të pickimit nga rriqrat. Në këtë vit kemi ardhur në atë situatë se deri me tani nga fillimi i sezonit të pickimit deri me tani kemi mbi 400 të pickuar dhe mbi 12 raste që janë dërguar në spitalin e Pezë dhe në CKU e Prishtinës. Fatbërësisht, të gjitha të trajtuar mirë dhe nuk kemi asnjë të vdekur nga kjo sëmundje në këtë vit. Klina mund të themi që është në gjendje që e përballon këtë situatë, për arsye se nuk ka vdekje, nuk ka fatbërësisht, nuk ka raste eklatante shumë. Kemi vetëm 3 raste të konfirmume, edhe ato 3 raste të 3 janë mirë, edhe janë momentalisht 2 në shtëpi e 1 është në spital. Flas gjithmonë të konfirmuar me jetën hemoragjike kongokrime. Drejtori për shëndetësinë në komunën e Klinës thotë nuk kemi pasur mundësi që të marrim masa për të bërë sparkatjen e zonave të rrezikshme në mënyrë që të parandalojmë rastet endemike. Ne si drejtorat vjet të përjashtu, të pa mundësitë buxhetore të reduktuara dhe mundësitë e vogla buxhetore, nuk kemi pas mundësi që të bëjmë një hap diçka tepër jashtë asaj çka është të bë viteve të kaluara në vazhdimsi. Kemi përveç ekipeve të gatishmërisë që kemi ngrit gatishmërinë e ekipes mjekësore. Ndërsa mjekët thonë se po përballen me probleme të mëdha sa i përket identifikimit të personave nëse janë të pickuar nga rriqrat, pasi që është mjaft e vështirë të dallohet vetëm në bazë të simptomave.